ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun subhanahu wa taala. Atë falenderojmë për i falë dhe udhëzime, kërkojmë salavat dhe selamet për shëndetit më të mira mbi të dërguarin më të mirë, mbi Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe të pastër dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave të rregullta javore. Në ditën e shtunë ku jemi me vargun e ligjëratave mbi shpjegimin e veprave të zemrës dhe veprave të brendshme. Kemi përmend shumë herë rëndësinë që kanë veprat e zemrës, e sot para se të vazhdojmë te çështja e sabrit dhe durimit, ta theksojmë një çështje e cila është shumë e rëndësishme në këtë varg të ligjëratave, se qëllimi i ligjëratave të veprave të zemrës, por edhe ligjëratave në përgjithësi, por me tekst të veçantë të veprave të zemrës, është të kalohet nga mësimi në zbatim, që i bie me fjalë të tjera të rregullohet zemra. Ajo çka ne e flasim për karaktereve të mira duhet bëhet pjesë përbërëse e jetëve tona. Nga se fundja sa i përket informacioneve, ne jetojmë në kohën e inteligjencës artificiale dhe shumë prej pabesimtarëve kanë mundësi me u njoftue me një varg mësimesh nga Islami, mirëpo ajo çka e dallon muslimanin me jo muslimanin është zbatimi, edhe ngjyrosja me ngjyrën e Islamit. Ta ngjyrosësh veten me ngjyrat e Islamit. Dhe jo rastësisht kemi udhkryqin e shumë atyre të cilët flasin për të mirat dhe vlerat e Islamit, ndërkohë që nuk i zbatojnë ato. Andaj dhe fjalët e tyre mbesin bosh, edhe nuk kanë efekt dhe nuk kanë ndikim në zemra. Për çfarë arsye? Nga se nuk janë ngjyros me to. Nuk janë ngjyros me to. Andaj Allahu subhanahu wa taala kur i ka lavdruar besimtarët në Kur'an në surën Al-Baqara, thot Allahu xhalla xhelalu, sibghatallahi wa man ahsanu min Allahi sibgha. Ngjyra e Zotit e Allahut, a ka ngjyrë më të mirë se ajo ngjyrë me të cilën e ngjyros Allahu zemrën e robit. Wa nahnu lahu abidun, dhe ne jemi adhurues të Zotit madh te bareke ve teala. Mu për këtë arsye vëllezër, muslimani duhet që të jetë i zellshëm, që edhe nëse merr pak informacion, pak mësim, por ta zbaton ata. Nëse e dëgjon një fjalë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai nuk është si fjalët e të tjerëve për njerëzve. Por që mund ka mundsi njeriu me lexu një fjalë filozofike, një fjalë të urtë të dikujt për njerëzve, apo të njerëzve të lashtë apo të njerëzve bashkëkohor, dhe me thon shumë fjalë mirë, shumë mirë pas ka thënë kështu më radh. Dhe jo mbetet çaty, ama me shpallje nuk është ashtu. Me fjalët e pejgamberit alayhi salatu wasallam nuk është ashtu. Ka sa ato janë fjalë të cilat nuk janë thënë nga përvoja se çështu e kena zbulu, jo, janë shpallje. Shpallja çka do të thonë, Zoti ka kallëzuar ashtu. Zoti ka kallëzuar ashtu se nuk bëhet ndryshe por në këtë formë që ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj secili prej njerëzve vëllezër ka obligim që pjesën të cilën e dëgjon dhe pjesën të cilën e merr nga mësimet e Islamit ta zbaton në jetën e përditshme. Dhe mishrimin e mes fjalëve dhe veprës e bën të çfarë? E bën të këndshme Islamin, e bën të mirë fen Allahu subhanahu wa taala. Dhe shumë prej njerëzve kur ankohen nga mungesa e ngrohtësisë së imanit, ëmbëlsisë së imanit dhe mos të shijes në Islam, krejt buron nga mos zbatimi i fesë. Sikur ta zbaton të fen do të ishte e mirë. Mirë po, njerëzit ankohen nga se e presin lumturinë, e presin imanin Islamin në enë të gatshme. Kur kush ka me ta pru tyje, merre haje dhe ushqehu me Islam. Jo, ti ai i cili ki me bë këtë këta. Ti ai i cili ki me bë. Ti ai i cili ki me përmirësu vetën. Unë edhe ti duhet me ndëgju një ajet dhe një hadith dhe unë vetë duhet me zbatu ata, dhe në këtë ecurit zbatimit e gjej kënaqësinë, ëmbëlsinë dhe atë që ka premtuar Allahu subhanahu wa taala. Dhe nuk mund të paramendohet që dikush me ta pru tyje një diçka të gatshme e ti ta shijosh ata. Kjo nuk është nga natyra e krijimit Allahu subhanahu wa taala. Kemi ngel tek vepra e durimit dhe sabrit. Dhe kemi përmend se mbi sabër ndërtohen këtë vepra të tjera. Pra janë vepra të tjera si sinqeriteti, bindja, frika, dashuria, e kështu me radhë kemi përmendur disa prej tyre, për ulja ndaj Allahu subhanahu wa taala, mirë po të gjitha përjetojnë turbulencë edhe trazir nëse nuk kanë themel. E themeli jo durimi, sabri.
s'ka mundësi dikush me arrit në dunja apo në ahiret pa sabër. Edhe ai që s'e le haramin pi mosdurimit e ka. Edhe ai që s'e falet pi mosdurimit e ka. Edhe ai që s'e zbaton kretat që duhet me zbatu për detyrave, për mosdurimit e ka. Edhe ai i cili ankohet për çka doje që ankohet, por parasysh çfarë ankohet, ankesa e tij buron nga mungesa e sabrit. Me shlu pak sabër, i nalet zani ankesës. Kjo është paralele. Domthonë, sa më shumë që anal zanin durimit, shtohet ankesa. I shtohet zani durimit, i nalet zani ankesës. Andaj ti i gjen njerëzit shumë ankohen e pak durojnë. Pse? Sepse nuk kanë mundësi me stabilizue dhe me rregullue rregullatorin e durimit. Andaj Allahu subhanahu wa taala mbi 90 ajete kuranore kanë nxit për sabër, durim. Dhe me durim kalohen gjërat. Përmendëm çka durimi, cilat janë kuptimet e durimit, si duket durimi në Kur'an, vlera e tij në Kur'an, vlerat e hadith pejgamberit alayhi salatu wasalam, shkallët e tij, e sot për dallim nga veprat e tjera, nga se durimi lidhet me diçka. I thonë mutaalliq, i thonë lidhet me diçka. Andaj e kemi thujt sot ku duhet me duru dhe kur duhet me duru. Kur do, nga se shumë për njerëzve duket se janë të duru, por në realitet s'kan zgjidhje tjetër. Dhe do ta shohim nga fjalët e Ibn Qayyim al-Jawziyyi, dietar të muslimanëve si Ibn Hajar al-Asqalani dhe Abu Hamid al-Ghazali dhe të tjerë, se kur ti s'ki zgjidhje tjetër, ti nuk je të duru. Por ti je i xhikum çashtu, ti s'ki zgjidhje tjetër, ti s'on del për çasajna. Andaj do ta shohim kur sprova quhet se është duke e bë sabër robin ta, edhe kur quhet se s'ka zgjidhje tjetër. Apo, për shembull ta marrim kur njeriu t'i vdes dikush. Apo na i thënë sabër, apo. Edhe pse na i thënë sabër, mos bëhet doni skandal, doni vajtim, doni grisje teshave, apo mos bëhet diçka që si takon. Për ndryshe, ai ka me bë sabër se ka me bë, se çka ka me bë. Domethënë, nuk paramendohet që na me bë mos mi thon ban sabër, çohet i dekti, jo, ai çohet i dekti. Ai, domthon, kaderi nuk ndrohet se ti nuk bën sabër apo bën sabër. Ato do ta shohim se kjo është e ngatruar dhe është e ndërlikuar. Shpesh herë njerëzit mendojnë për shkak se s'ka zgjidhje tjetër, çka thot? Unë jam të bë sabër. Jo, ti nuk i të bë sabër, po ti s'ki tjetër zgjidhje. Ti nuk i tjetër zgjidhje. Andaj banorëve të xhenemit, runa Zot, pi banorëve të xhenemit, ju thuhet banorëve të xhenemit, isbiru aw la tasbiru. Shikojmë i njëjti Zot çka neve na thot në Kur'an, në këtë dunja, duroni, sabër. Pse? Se sabër me qëllim, sabër me përfundim, sabër me fryt. Kur të përfundoje kjo, ti s'kingue, edhe je fund në xhenem, runa Zot. Atëra i njëjti Zot ju thot xhenem live, isbiru o la tasbiru. Sawaun aleikum. Si dush ban sabër tash, si dush mos ban se njësoj e kije. Pse njësoj? Se ti durove në xhenem, s'durove në xhenem. E njëjta është. Andaj tani do të shohim me lenin Allahu te bareke ve teala ku janë hapësirat, vendet e sabrit. Kur i kërkohet njerit e tash ban sabër. Kemi disa prej fushave ku duhet të bëjmë sabër, pastaj do të shohim kur duhet të bëjmë sabër. Ku është për qëllim vendi dhe hapësira dhe kur është për qëllim koha, është për qëllim vakti. Vendi i parë apo rrethana e parë ku njeriu t'i kërkohet që ta frenon veten dhe të duron, cila o vëzër, është që ta ul dhe frenon dhe ndal vetveten me durim gjatë bezdisjes apo neveritjes apo pllokshtis kur bën vepra të mira. Do më thonë, fusha e parë ku kërkohet durimi, cili o vëzër, është mos të bëje hujum gjumi, mos të bëje hujum pllokshtia, mos të kape dhe një lloj gërditje, po muj mo, ja. Ku është kjo? Në të gjitha veprat të cilat kërkojnë gjatësi në veprim. Por shembull vëllezër, Allahu xhelel xhelal ka përmend namazin si vepër e mira më e rëndë. Pse? Vazhdimisht, sabah, drek, ikindi, akşam, yatsi. Tjetra, për ditë, dhe kjo normal sa ai ka s'ka sabër, zgjidhet edhe s'e duron. Andaj Allahu subhanahu wa taala kur e ka përmend namazin Kur'an, çfarë ka thënë? Wa innaha lakabira. Ajo e madhe, punë e madhe. Illa ala al-khashi'in, po sa ata çka i ka ul friga pi Zotit. Ai pi frigës pi Zotit e ban. Apo, për shembull,
Me thonë tyje, Zoti nuk shtin xhenem, mos mu fal. A falësh? Pak për njerëzve ishin fal. Sikur që tha Omar ibn Khattabi radhiyallahu an për Suhejbin radhiyallahu an, i cili ishte shoku i pejgamberit alayhi salatu wasalam. Çka tha Omeri? Ki tha dhe mos më tut Allahit si bën gjuna. Pse? Ama kjo kategori tjetër. Por shembull pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam i ka pas gjuna të falta edhe u ka fal. Andaj Aisha u ka çudit, ka thonë ja Rasulullah, ti Zoti edhe ti ka fal gjunat edhe po falesh hala. Jashtë farzit, nafile. Ka thonë po du mi thonë faleminderit. Ama na shumica për neve na falemi për mos më na gjik xhenemi, jo që i falemi se me thonë ti dikush, mos u tut se sin xhenem. Tash ti dush falës dush me se fal. Shumica thotë po jo, s'po falna mo. O nuk po falna. Me thonë që ta kuptojna, me thonë ti dikush këtu, rrogën tabina të shtëpia, dash hajde punë, dash mos hajde. Çka i thotë ti? Apo rrish me vëlla. Me thonë çështu. Si erdhe, si se erdhe, rrogën e kije. A thot dikush, ja vonë do më arë. Jo s'tot kërkosh, pse? Janë të rradhat në çdo. Ani thot me parë pa parë unë vim punë. Andaj shembulli i Zotit më i lartë. Pak pi njerëzve për shkak mos frikës bëjnë vepra. Shumica pi tutës i bëjnë. Shumica i bëjnë prej tutës. Andaj vendi i parë kur njeriu ti kërkohet sabur shumë cila kur nis veprat. Ha? E sidomos veprat nëse kanë të bëjnë me vullnetarën. Pse? Sepse te farzi është një lloj frike përzimeve ta kry detyrën. Andaj ti gjejnë për shembull njerëzit këshire kur hin farz. Siç e namazlia e gjen këta të vetja. Ose për shembull ato tabime me dunja. Ti e gjen për shembull e fal farzin. Te suneti minja ribe pak, ajo doza e sabrit. Pse? Se e kanë krije thot kjo edhe mos mu bë, nuk ka shumë telashe. Çashtu. Domethën, nëse e ka një zell, nëse i duhet 10 minuta me fal farzin, apo ti e shesën çato recate, njëjta te suneti smut, thot, ale më shpejt. Pse? Se nuk e ka të njëjtën. A e ki parasysh? Për shembull, nëse e kiti orarin e punës pin 7 deri në 4, po supozojmë, deri 4 mbrëmjes. A keni pa 1 minutë mas 4 1 minutë. Ai 1 minutë më duket sekondat për mas hecin. Jo për para, heci për si thu. Edhe a ke pa përshim me thonë zotnia ose shefi. Veç edhe 5 minuta, çove 5 minuta 4 ora. Fillon sikleti i madh, pse ka mbaru koha ku unë paguana. A ke qartë? Andaj shtohet nevoja e sabrit kur është për qëllim çfarë? Vepra vullnetare. Shtohet. Andaj pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë hadith, kush i fal 12 recate, vini rëndësi, 12 recate. Çdo ditë sunnet, një shtëpi të veçantë Allahu ja ndërton xhenet. Pse? Se ti farzin e ki me pështu pi xhenemit. Kjo shtesë, du të me nëzit me dishka. Apo? Por shembull se thot ty e shefi, deri në 4 e ki rrogën. Çdo minut mas 4-ve 3 fysh ta paguaj. Të na për shembull, dillën për shkak se nuk punohet, shumë shefa u ashtojnë, domthon ditorën punëtorëve që ai ta nxizë me necoj, me çat ditorë zëri. I thot këtyre, e ki ditë pushimi, po të paguaj 3 fysh. Për 3 fysh ri. E tani vëzër, shumë duhet besimtari më furnizu me sabër, sidomos kur ka të baje me vepra vullnetare, kur ti nise. Edhe ato kërkojnë sabër, nga se njeriu t'i ngushtohet gjoksi. Njeriu t'i ngushtohet gjoksi. Apo, për shembull vëzër, mi ja dhoni njerit, për shembull, merrit 2 fleta lexoj, apo, edhe mi ja dhon 10 fleta, në start kur ti morën, të parën të kapme, tu thot se janë 2, kimi lexuar. Të janë 10. Miniher bezdia dhe tollovia janis. Apo, tu shtu numër, shumë marrësh këtë libër i ka 800 faqe. Ku me çube këta? Ajo vëllimi te di se ka procedurë këtu. Ka e curi, kjo e curi, më shkakton telashe. Apo, jo rastisht numri i dietarëve në dunja nuk ose numri i njerëzve të rëndom, por shkak se rruga më e vështirë dhe krahaso shumë gjëra. Andaj, vendi i parë ku kërkohet durim shumë është vendi i punëve. Me theks të veçantë nëse ka dëvaje me vullnetarën, jo me farzin. E shumë ti për njerëzve sot pyesin veç te farzi. Lejohet as lejohet, edhe nuk i intereson me atana. Nuk i intereson me atana. Po këta si vëzë për rahmetit të Allahut është që i ka bë do punë farz. Se mos mi pas bë farz, për shembull. Nëse Zoti kishte thënë shehru Ramazan, muaj Ramazanit, Allah na mëson që se kemi afër me shëndet dhe me iman. Para mendo me paskon Ramazani mirë me agjërua. Si do një agjëroni?
Kush ta xhoron s'ka kur fort dënimi. Se ki shkon që ki Ramazan çka është. Se Ramazanin e bën obligueshmëria. Fa men shahida minkum ash-shahra falyazumhu. Kush e za Ramazanin ka obligim ta xhoron. Ka obligim ndron muhabeti. Apo, andaj ti shef se shumë prej njerëzve i bëjnë detyrat çfarë? Të tërhequr prej farzit, paqarët atë kam. A ki bëjnë njerëz borxhe kena. Si të kaloje borxhi, fillon edhe zbehet. Andaj ti gjen për shembull njerëzit me njerëz sa të kryet Ramazani, edhe mo shërbeti nuk nalën. Por çfarë arsye? Se i shlon thot, tashmë nuk ka. Na për shembull vazhdimisht edhe 6 ditë Shevalit, snina 6 ditë, ditë 30 ditë Haxhorova. Për këta ti gjen njerëzit shumë duhet me u furnizu me durim, por me mujt me e kry një punë vullnetare. Ja një shembull tjetër. Ligjëratat vullnetare, kjo është ligjërat vullnetare, nuk ka farz me nguë. Ti ke ardhur sot me dëshirën tënde me shtue dijen tënde për fen Allahu subhanahu wa taala. Pse dallon pi xhumaes? Se nuk ka farz. Në xhumë nuk ka vend. Jashtë xhumae ka vend. Pse? Se e trajtimi, durimi në xhumë nuk ka xhumë këtu, nuk ka farz. Andaj shumë prej njerëzve dështojnë vëllezër në durim kur vepra ka të bëjë me vullnetaren. A shumë prej të mirave të Zotit janë të vullnetarja. Sepse farzin e krin krejt. A në vullnetarët sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, a janë dallu veç me farza? Domethënë, një haxhi i kohës tonë me një sahabia, ja hasha wa kella. S'është e mundur vëllezër. Nuk mund njëri që i krin veç farzin, me që se e krin veç farzin, e një njëri me sahabin mu krasu. Jo, mirë, çka e dallon? Ai ka qu farzën limitin e vet, pastaj ka kaluar vullnetaren, pastaj deri sa kanë shku ja kanë obligu vetës. Këta thot paqara ka me bëhe. Po këta si vëllezër, durimi dhe vendi i parë ku kërkohet durimi, cili është vendi ku kërkohen punë të gjata dhe çfarë? Dhe kërkohet vepra vullnetarisht. E dyta, prej vendeve ku kërkohet sabri, cili vëllezër është frenimi i vetës me durim dhe përmbajtje kur kemi goditje të hidhurave dhe musibeteve. Kërkohet durimi. Ne do të shërojmë të koha, se koha e shëron këta. Ka ardhur hadith nga Anas ibn Malik radhiyallahu an, thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditëve ka kalu pranë një gruaje, e cila po çante te një varr, se i ka ndruar jetë fëmia. Edhe i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha wasbiri. Ka thënë tutju Allahut dhe bën sabër. Qalet ilayka anni. Ai gruaja ka thënë hik largojo. Ti se di çka kam unë, çfarë prove kam. Fa innaka lam tusab bi musibati. Ka thënë ti s'ka godit ajo që kam godit mua. Mirë bëj nuk e ka ditë se është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wa lam ta'rifhu, se ka ditë kush është. Fa qila laha. E pasaj ma voni kanë kallzu kur u ka qetësu pak vetën. Nga shiko, kur u ka qetësu pak. Pse kur u ka qetësu pak? Se me kalimin e kohën qetësohen gjarat. Atëri kanë thënë, çaj njëri që ka thënë tutju Allahit dhe bën sabër, ka qenë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe pastaj është normal se u shqetësu se çuçi kom thënë pejgamberi më largoju. Lëm rahat, se nuk i thuhet kështu Muhamedit alayhi salatu wassalam. Atëra e ka gjetë, ka shkuar te pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe i ka thënë nuk e kam ditë se je ti Rasulullah, por ka kërku falje. Atëri ka thënë alayhi salatu wassalam, innama as-sabru 'inda as-sadmati al-ula. Ka thënë sabri është sabër veç goditjen e parë. Ti më normal se ki mu qetësu tash. Von, shiko, innama as-sabru fi as-sadmati al-ula. Tash edhe te koha. Sabri është ajo satjanisë e idhtina. Apo keni pa për shembull ti kur shkon te dentisti apo do të më morrin injekciona kështu. Zakonisht doktori çka thot? Duro veç po ta shpojnë ana, mos ani ajo. Çati ai ka siklet von, se ti e ki atë imagjinatën apo atë frikën apo atë fobinë e ki, çish ka mendodh ajo kontakti i parë gjilpan me trup. Mos ani ti e shes ajo, mos ani nuk e nin mo. Apo andaj shiko, në durimin e parë, në goditjen e parë është durimi. Ma vonë shorohen gjërat, kalohen dhe ti mësohesh me ta. Andaj gjëja e parë, e gjëja e dytë, vendi i dytë ku kërkohet durimi i cili Allahu është që mos të dorëzohesh
mos të likështosh, mos të rëzosh nga goditja e parë musibetit. Andaj Allahu subhanahu wa ta'ala vezër e ka qujtë Kur'anin nebe, lajmë tronditës. Dhe na kemi lajme dhe lajme tronditëse. Por shemë vezër e keni pa që ta ilustrojna. Kur ka lajme, por shemë edicioni lajmeve, edhe në ta ki për shemë e kije për shemë lajmet ngjarjet më të rëndësishme të ditës. Apo? Ki pastaj sport, pastaj kije show këti palidje. Dhe nëse ka diçka për shembull që ka të bëjë me trazira, me lufta, çka bojnë? Edhe muzikën në prapasken e ndrojnë. Pse? Do nuk ka ki lajm si sporti. Apo, andaj, kur ka për shembull u goditën ata, u rokën këta, kështu me radhë, nëse ka të bëjë me luftën, me doni trazir, me kështu, me doni përplasje, ndryshon tonacioni. Kjo sa për ta kuptuar vëllezër. Allahu e ka thënë në Kur'an në surën Nebe, kiametin lajm i madh. Lajm i madh. Një pa njëzë dhe kur marrin lajmet mdoja, vdiq fulani. Nuk ka kjo për shembull, a është njëjtë lindi fulani dhe vdiq fulani? Jo, lindi alhamdulillah, që pas ka lind. Ama kur të vdese, ulen kryet, e zbutën njerëzit. Pse? Se lajmë i madh. Lajmë i madh. Andaj, në goditjen e parë, hidhësien e parë, është durimi. Pastaj, njëri pastaj e marrë vetën. Dhe ka thënë Imam Ahmedi rahimahullah, ka thënë edhe pa besimtari mas një vjetëve duket njësoj. Çka të bëja, po? Këni pa plot për njerëz për shembull, një herë gris teshat e ban skena, mas një 5-6 muaj kur ta shifsh, ti thua, a jepet ai njëjtë thotë, s'ka, çfarë bë? Çajo thotë, ç'kjo jeta, ç'kjo jeta. Ki nuk shpërblehet për këtë. Që ki s'ka zgjidhje, si kalon kaderi zgjidhje tjetër. Kur mos të lajë kaderi zgjidhje tjetër, ti s'u bë sabër. Ti nuk i do bë sabër, se ti ta nuk ki zgjidhje. Kjo është e dyta prej hapësirave dhe vendeve ku kërkohet durimi. E treta, frenimi vetës nga ngutja dhe ngurësimi dhe vërashësia kur punon për kryerjen e donjë pune, qoftë shpirtërore, qoftë fizike dhe materiale. Cila është kjo vëllezër? Njerëzit shpesh herë ngutën dhe pastaj mas ngutjes ka një lloj pendimi, një lloj keqardhje. Dhe kjo ngutje vëllezër, për çka i vjen? Thash, gjithmonë para mendoj kështu vëllezër. Keni pa se dash nëse na pilota, pe ki për shembull të shtëpia ti shporetin. E ki 4-5 sene i ka. Edhe sa më shumë, sa për ta ilustruar. Kur s'ka sabër çlum, apo që tërkun ka mukall. Patjetër e ka. Ajo që ka e nalë krejt mës me të bo defekta kur e kitë sabrin e shlum. Nëse njëtën tanë, në atë aparaturën e shpirtit tanë, ki shumë sabër, kitë të tjerat janë nivel. Mundet më ngrita, jo një atë dy nalët. Pse? Sabrin e ki shumë shlum. Sabrin e ki shumë shlum. Nëse njëre sabrin nuk e ka shumë shlum, kitë të tjerat punojnë. Ka dënes, nuk i duket mirë, kur qo si bëndë më rapse, ki, ata njës do të nalipe, os nalën këto, nuk nalën, apo, ka ndollë pi kontrole këto. Vetë sabrin e shlën. Kur e shlën sabrin mi, këto kitë bimë. Kjo është raport, paralele. Shlën sabër, nalën. Shlën sabër, nalën. Andaj Allah ka kërku shumë sabër. Sabër, durim. Isbiru vë sabiru vë rabitu. Shiko Allah thëtë, bëni sabër. Pas e ka thënë, shtoja një vetës sabërin, deri kur, lidhe vetën. Shiko thëtë, lidhe vetën. Pse? Se ka nevojë të njerë me lidhe vetën. Disa prej shokëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, kur ka ndalë luftë vëllezër, dhe u ka shpërsu lufta, ati sije, vdes, të vrasin. Edhe ka pas njerë që ka hik. Çfarë kanë bërë disa prej sahabeve? I ka lidh kam të veta. I ka lidh kam për kalin. S'ka me hik. Ke dalë nuk të Allahu gjerak, ki me durue. Apo? Andaj shiko, kjo leta për shemull me lujtë protagonistin të kur e ledzon. Kur të hish ati, apo? Dallon beteja, dallon Omerin me këshirë ti në film, dallon me ledzu këtu, dallon Omeri në pluhën, dallon këtë tjetër, këtë diçka tjetër. Andaj, njeriu duhet ta kontrollon çfarë? Shpejtësinë e tij, nxitimin e tij, ngurtjen e tij, me çka? Me durim. Sa më shumë që e shlon durimin, ngurtja nalet. Ka dalë. Apo, ka thënë alayhi salatu wassalam, innal ajalata min ash-shaytan. Ngurtja për shejtanit. Sidomos të Ibn Qayyim al-Jawziyja në punë këqija. Hajde më shpejt. A ki pa kur për shembull për namaz, ka be vakt kush të folive? Shko, a ki pa kur i nxet, i nervoz. Fol thot,
nxit me fol keq, qoftë familje, qoftë me vlat, qoftë me dosta, thuje thot, thuje më shpejt, që të kape pasaj për çat fjalë, që të kape për fjalë. Kur ka të bëjë me të mira, ngadalson. Se ka vak. Si shkon në hadith, i thot shejtani birit të Ademit, besimtarit, duke qenë gjum, thot ka vak deri sabah. Kjo voti edhe 5 minuta thirr ezani, thot veç edhe 1 minutë. Kumbe mo, thot 1 minutë, 5 minuta thirr ezani, veç thot, ama çu kjo është shejtani, thot 3 minutë. Ai çati e ka. Vazhdoi edhe pak, edhe mosanena e ngjet me drekën. S'ka zgjidhje tjetër. Andaj, me çka kontrollohet kjo vëllazër? Me çka kontrollohet? Me sabër. Ka thënë alayhi salatu wassalam, el anatu min Allah. Me kan i kadalshëm, i matur mbi Allahit. Cilësia e Zotit është hilmi, maturia. Zoti nuk ngutet. Na përshim e thënë, hajde mo Zoti, pse s'pja thënë qafën filanit, prej zullumqarëve, prej faraonave. Nuk punon ai çdo ti. Zoti madh ka urtësi. Zoti madh ka urtësi. Andaj sigur ti shkatron të njerëzit Zotit, çush njerëzit dojnë, s'kishin me met pas këto. As ti s'kishin me met. Se për shembull ka mundësi dikush, për shembull, na thojna Allahu e shkatrov këtë qytetin e çati shka an zullumqar. Njani aty zullumqar. Po më janë do të mirë aty, ç't bëj ai? Me na shkatru neve Zoti për zullumqar, çka i kena në qytet, na shkojnë edhe na. Pa këtë arsye Allahu xhela nuk punon sikur mendojnë ngutjet e njerëzve apo kërkojnë ngutjet e njerëzve. Jo. E ka Allahu xhela urtësitë e veta. Andaj ngutja dhe përshpejtimi frenohet me durim. Sabër vëlla, sabër, durim. Kalohen gjërat me sabër. Kjo është vëzër fusha e tretë ku kërkohet durimi. E katërt e cila vëzër është që të menaxhohet me durim hidrimi edhe nervoza e cila del nga kontrolla. El ghadab. Hidrimi vëzër është njëra prej gjërave që më shumë të njerëzit kanë nevojë në menaxhim gjatë gjithë historisë. Gjitha vrasjet edhe shkatërimet bëhen për hidrimit. Pse ne mbret merr vendim për luftë, për inatit. Apo, dhe ky inati vëzër është i lig dhe çon kufër. Atë thotë Abu Hamid al-Ghazali rahimahullahu taala, dy sebepe kryesore janë nëse lexon Kur'anin. E gjejmë pse qafirat në kohën e pejgamberit sa nuk e kanë pranuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. A nuk e kanë diçë pejgamber? Jo, e kanë diçë pejgamber. Këtë fakt janë çaj pejgamber. Tjetra, a nuk e kanë ditë që pejgamberi alayhi salatu wasallam ka argumente për pejgamberin e tina? Ka argumente sa dush për pejgamberin alayhi salatu wasallam. Mirë po, çka i ka bë? Çka i ka bë mos e pranon vëllazër? Zilia e mëdhimësisë. Shumë ka thënë Muhamedi jetema i arrit, miskinu ka arrit alayhi salatu wasallam. Dhe Allahu ja ka përmend në Kur'an, alam najid ka yetimen, e dim që e ka jetim. Apo, po sa më jetim se 40 vjet i ka bëu. Në 40 vjet i ka orë shpallja. Për këtë arsye vëllazër nuk ka qenë si shumë mendojnë plot për njerëz, për shembull, ato spedin ato jo. Shumica e njerëzve vëllazër, sidomos kohën tonë, në kohën e çatit, kohën e inteligjencës artificiale, por kanë mundesh me thënë për shembull nuk e di udhën kë. Po ti më kanë, domthonë më i marrin budall, apo ma të veçeli spedi udhën. A ke internet dhe po? Po in Google, ku do me shku? Që do? Që ndër ati? A di veç mi dalu djatë thasmajtas? Po di. Po djatë thasmajtas, që të vejnë shkon. Por nuk është sot më munges informacioni. Po nëse nuk është munges informacioni, pse prap ka belate njerëzit dhe nga tresa dhe ndërlikime? Sepse është problemi i nefsit. Andaj sot shkenca një problem shka e ka cila, se i ka zbulu dhe i ka shmontu baterjet, pasën e ka zbulu shpirtin. Po shemë të e ki sot bota o ngërç, kush e për cilë e din, ka tash telashet në doja, nuk e di ku ka më kris, nuk di ku ka me plas. Apo, dhe krejt rinë një farë, një loj shqetsimi, mos për plas që ati, mos për plas që tu. Por çfarë arsye dhe zër, gjithë ki armatim në botë, gjithë kjo naftë në botë, gjithë këto pare në botë, disa pare ka në botë. Disa prej shteteve dojnë me indalue tryezat e hapura, ku merë ushim sa dush. Hindi për shimë në hotel, e pagun hotelin, edhe ki ushim sa dush ha. Pse? Nga numri madhi hajeve që gjuhën. Pasuri e majme, shumë pasuri. Problemi ku atash, problemi ase me bani një didikujt mi u tek. Apo, mi i përdor këtë shka i ka zbulu shkenca, e dunjajës 4 tekbire. Se ka bërtham, që të më thonë bërtham.
qytetin e ki, se ki e zhduk. Dhe kena shembullin e Hiroshima e Nagasaki. O diçka që është testu, nuk o film ajo. Nuk o film ajo, është testue. Dhe nga ajo ndodhi deri sot, ky armatim është fuqizu dhe o fuqizu me 100 herë më shumë. Që do thonë është e mundur qytetet të tëra me shkue për një pull. E tash, cila është ajo që e nalë mësme nuk është që ai shumë e ka gale si ti po des. Jo, i që gale se ka ta. O, unë mës des. Andaj, walaula daf'u Allahi an-nasa ba'dahum bi ba'd. Allah thot, Allah i ruan njerëzit duke u shti njëri me tjetrin. Apo, ne kemi përmendur për shembull, keni pa njëri kur hyn për shembull ngusht me kerr. I ka 4-5 kerra atje dhe kanë zonë udhën. Edhe kilut me kalue. Keni pa dalin njerëz jashtë, hin ma ka dalë pak gjatë, veç dale. Pse njëri thot po, hajde hin më shpejt. Apo dhimbët kerrit e atin I jemi thot për dhimbët, jo atin ve. Mos ta kthit temën për këtë. A keni pa kur vjen traktori? Hiç nina, pse? Ai si dhimbët hekër thot. Apo, hekë kerrin mbi këtu thot. E ti për shkak se dhimbët i joti, njerëzit vëzër janë çështu. Sikur në kerrin kur e rrum, ai nuk ka të turujt tyje. Njëri thot, a po ve more, ajo kerri 100 euro, thot nuk ka të ndihmë ti atina mu. Unë vetë jam të rujt. Njerëzit do vëzër, vetën e këshirin, as që intereson ti bile. Me veç për tyja, automati e shtypin. Pse nuk e shtypin vëzër? E tash ti problemi vetë që ka dalë, cila ti u fol njerëzit, ka dale. Do gjithmonë hin ato ndërmjet se çdo ka dalë se s'ban, nuk ban me trus, nuk ban me shtyp. Pse shkenca ende s'ka zbulu ilaç me ta qetësu hidhnimin. Po ka zbulu ilaç me të mit. Ka zbulu anestezi. Ja në anestezin 3 ditë flen njeri. Kur qohet prap nervoz. Nuk ka diçka që të hek nervozën. Po me të mpi po. Ama me ta hek nervoz, me të qetësu, me të bëhet një. A ka e pini hap? Për shembull, gjenet ndikon e pishe që këtë hap edhe një javë, mashallah te barakallah, durimtar, i gjimert, ku ka që si hapi, berta pina. Pipina që të hapë, Allah. S'ka, veç Kurani ashtë. Veç Kurani. Andaj dhe zë nevoja e njerëzimit për Kurana shumë e madhe. A i dini pse? Me shman këtë përplasje. Jo rasish ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe kur të përplasin para kiametit romakët me një popull tjetër, kanë me pas nevoj për muslimanët. Pse? A ka bët diku që i nalë këto vëti, si janë qartë, sa të mujtë kërkush me i ndalë. Andaj, vendi i 4 vëzër, ku kërkohet durimi, cili është menaxhimi i hidhrimi. Dhe kjo temë vetë vëzër, i numëri madhi njerëzve sot, për shkak të hidhrimit i natit, në udhu billah i mohon të vërtetat e qarta. Jave, i nati vjen. Sidomos nëse në këtë hidhrim dhe në këtë pranim ka degradim për vetën. E mirë kej. Kanë thonë Ebu Gjehli me të tjerët, na me pranu islamin në saf me Bilalina, zbanat kjo. Unë me Bilalin barabar, se të Bilalin ka posi sa insan ki. Ama Allahu subhanahu wa ta'ala e ka bërë që mos të ketë dallim mes arabit dhe jo arabit, pos me devotshmëri. Kjo vëllazër është vendi i 4 kur kërkohet durim shumë. Cila është vëllazër? Hidhrimi, kur të kish natë, ka dalë sa. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ai i cili është zemruar let marrë abdes, sepse hidhnimi i zarmit. Apo andaj ti e ke bë, i shkon gjakin trum, edhe ja bllokon. Edhe i krijohet avull. Edhe nuk shemaj. Ti i fol, apo andaj për shembull ti e gjen njeriu për shembull zakonisht kur kanë dalashe, ose kur kanë hidhrum i madh, ja merr ha diçka se nuk di çish me menaxhu vetën. I griste shatë vetën se s'ja ngris hasmit, i grist vetën. Pse? Se hidhrim është nuk ka menaxhim më. Çka ka thënë alayhis salam, merr abdes. Mira, la ma nervozie. Ulo. Tjetër ka thënë shtriu. Ka hall transmetim flen. Qetso gjak. Ta hub mbosh atë që ka shkaktuar nervoz. Këtë vëzër janë menaxhime për krizën e hidhrimit. Vendi i 5 vëzër, cila është kur njeriu ti duhet durim për ta menaxhuar rrethanën e frikës. I numëri i madh vëzër i rrethanave, ngjarjeve, ndodhive janë që kanë të bëjnë me frikë. Çush ka më ndodh? A mundet me çka më ndodh? Mban që kjo. Fillon njeriu me imagjinatën e tij me kriju skena dhe bëhet skenarist. Ama krijon filma për tjerë, po krijon për veti. Edhe kështu dhe i mbledhen për shembull 20 skena. Unë më vao çështu, dhe fillon kjo i bën shtypje. Çish menaxhohet kjo vëllazër?
me sabër. Ka dalë, veç ajo që ka shkruajtur Allah ka më ndodhur. Këtë të imagjinatat e tua, apo, ata thot Mustafa Sadiq Ar-Rafi'i, njeriu e imagjinon një frikë. Ja imagjinon një frikë. Pastaj me imagjinatën e vet e rrit këtë frikë. Apo, pastaj tutët për imagjinatës vet, apo, para me no, shtash, a di shqibe kjo? Ti e ki lapsin edhe e vizaton ta zojna një kafsh tegër. E vizaton një kafsh tegër. Edhe para me no tash me zonë njërë me thonë, po më hape kjo. Vetë më revizatovës të ha kjo. Kështu janë njës me imagjinatën e vetë. Ti thu oti, vetë be ki me nuk ta, ka dalë kjo nuk kaq. Jo edhe të kaq, me moment, edhe pastaj fillon e dramatizon ata, edhe tash fillon edhe i duke sikur kafshë po i flet. Dhe fillon pastaj hin në labirint s'di qish me dalë. Që du të mja morë fletën këtë, largoj fletën. Morë vetë ki vizatu këta, s'ka, kur gjo, apo. E nda ti i gjenë plot për njëzë dhe zërë. Se e kanë problemin ku, e kanë problemin të zmadhimi i imagjinatës. Imagjinatët du me kanë e matër. Andaj, matja e nervozës dhe hidrimi dhe frigës me durim. Ka dalë Allah. Gjithë shka që ka me ndodhë, ka me qena jo shka e ka shkujt Allahu subhanahu e tjala. Andaj, njëra prej vendeve, vendi 5, ku kërkohet që njeriu tjetë i durushëm, cila dhe zërë, është durimi në vendet dhe rrethanat ku mund të supozohet çfarë? Frikë. Andaj thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an: "Wa lanabluwannakum bi shay'in min al-khawf." Gjëja e parë e provave që i ka vendosur Allahu në Kur'an, ligjeve të provave. E kemi përmendur në surën Al-Baqara, kur e kemi shpjeguar këtë ajet vëzër. Se Allahu xhelal i ka përmendur 5 gjëra sprova për njerëzimin. E para, tuta. Frika. Andaj njëra prej sebepeve që e kanë mohuar arabët pejgamberin alayhi salatu wassalam, cila ka qenë vëzër? Nutakhattafu min ardina. Kanë thonë mi besu Muhamedit alayhi salatu wassalam, na luftoj njerëzit dhe na shkatrojnë. Allahu gjaja ka këthije demant, më njerë ka pa përgjigje. Awalam numakkin lahum haraman amina. Po sa luftat ka ndodhë në botë e qabja o kone sigurt. Kur janë nësët ju mutut veç mi besu Muhamedit sallam. Sa luftat ndodhin në botë, qabja gjithmona kone sigurt. Së shpia Allahu subhanahu wa ta'ala. A dhe ka thonë, na ju kena dhonë juve shpitë sigur. Kjo është siguri për Zotit Madh te bareke ve teala. Ata në arsjetu, jo. Andaj përshor për munafikëve kanë thonë, po ki qysh be i qonë be letër be romakëve, qysh be i qonë be letër be persianëve, di be kush janë ato be. Dhe fillon me i zmadhue. Ndërkohë që ata të cilat i kanë zmadhu munafikat, në fund kanë ardhur dhe janë bërë krejt musliman. Këtë të vende që i kanë dramatizue munafikat, pastaj janë bërë prej vendeve të muslimanëve. Veni i gjatë vëzër, ku kërkohet durimi, cili o vëzër, durimi gjatë lakmijës dhe gjërave që e joshin lakmijen, që njeriu mos të bijë në diçka e cila është për grackave të joshjeve dhe provokimit. Si ndodh kjo vëzër? Ku njeriu për shembull thot filani, shtëpia, parja, kerri, pasuria, jeta, kështu me radhë, fillon lakmon. Dhe kjo lakmi zgjerohet, sikur që ka thënë disa prej parë të muslimanëve, nuk e çel një derë dunjajës, veç i dalin 10 tjera. Hinte te njëna pi 10-ve, pastaj dalin 20 tjera. Apo ne po për shembull njeriu fillon me 100 euro biznesi. Mos anena e ngrit 500, se ne ngrit 1000, mos e do çkave 1000, 10000, për 1 milion. E mos anena nuk ta bën sa, veç 2 tjera çela. Dhe kjo s'ka fund vëllazë. Kjo s'ka fund. Andaj besimtari duhet ta kontrollojë me durim lakmin e tina. Ka dalë shë njerëzit me njerë lakmojnë, ta ka me dhoni qëta. Sa përla, durim. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam është ashpërsu në kritik ndaj Omar ibn Khattabit radiallahu anhu, kër i ka thonë, pse ti ja Rasulullah si ki e këto begatit që ka i kanë romakët edhe persian. Ka thonë, mos dyshotin akhirat, se na e modna me të akhiretit. Dhe Fudail ibn Iyad dhe ka thonë e kumulumtu në Kur'an problemin e kret pa besimtarve dhe mëkatarve. Apo, shumë probleme ka thonë, pa i magneti që ka i mlet këtë probleme cili dashnia ndaj dunjajës. Heke dashnia ndaj dunjajës, këtë probleme që ka përderdhën. Apo, me fjalë të tjera. Hekja unë njerëzve dashurin ndaj pasurijës, e sheti thot, shtash, veç që ta heke. I bo njëri thejre ka, i dhem. Këtë që ati e ma, tak, lirohet, i bo njerit kër i dhem dhami dhe shkon në vetë i 700 të dentisti. E dentisti përshimë dhe qëtëson, ja e këdhamin, ja e non ilaq.
Hemës arena i duket këtë bota taman. Pse? E ka hekat probleme. Ajo shka e mundon njerëzimin cila vëzër, lakmia, tabaj, e bote pa fundshme. Andaj vëzër ku duhet? Me durim. Sabër Allah, sabër. Shpeshher njeri lakmon diçka që sinën s'ka me mri kur. Apo, për shembull, para me në qëfar azapi i shkan, ti me thanë, për shembull, unë e mu bo, për shembull, krijetari, kujdit, në një kontinentit. E tash para me në, dikush me të bindë për një me. Mu unë është vlo. Pse? Zban me ta up ambicjen. Ki ambicje? Qëfar ambicje ki, o do? Qëfar ambicje ki? Shiko, këtu, tash, ajo që zbanat na e dim, pa azapin a mund është me para minuti. Shembull, a mund është ti, mushti për shembull me kujdi, mund është më bo krijetari Koreja, si Amerikës. Ti i thu, tash njëri normal që të bo, që të folme që ki? Ani thot, a njerëzit kapak e kanë njës, sa herë. Po ku janë kanë njës me kapak, po 300 vetë mi pozimë zën bo. A e kibe idejen që ke të folë ti? E tash për njerëz, që tu janë njerëz që krijon probleme. Fillon e vendos një cak të lakmis, po ku s'ka kudrat me emri ata. Çka do të më bëj vëzër? Ule, andaj ka thonë Ibrahim ibn Adhemi rahimahullahu taala, ka thonë kur po rritën çmimet për e zbuti unë me humbjen e dëshirave. Qysh? Ka thonë për shembull, i kanë thonë Ibrahim ibn Adhemi rahimahullah, ka thonë ti atë ka godit ki inflacioni që rrit çmimet. Ja rrit çmimet. Jo ka thonë mos po prej keq kjo. Qysh të thonë s'po projekti? Ti a blena, ka thonë po. Si ti shoh që rritën çmimet, unë e heq dëshirën. Apo, s'e marr hiç ai. Si shaleta, a njerëzit e dunjas çka bojnë? Ka dalë thon. Te filani më i mor çka borx, a që të shka se ka gale kreditit, thotë i hinja dhe pa kredit. Nuk e menon ki me lanë këtë punë, me që menon që ishta morë. Kur të menoj e kështu, atare fillon me e udheq ata lakmia ti. Vendi i shtatës, kur kërkohet durimi cila vëzër, është mosgjitja në çështjen e epsheve dhe dëshirave dhe tekeve dhe instikteve shtazarake. Njëri u vëzër ka pjesë të shtazorës të vetja e tina. Do me hangër, do me pi, do në marrëdhënie intime, apo mirë, po kjo vëzër do të më kontrollu me shariat. Do të me hangër sa duhet, do të me pi sa duhet, do të me pas marrëdhënien halal intime. Se po ndyshe ti nuk ki dunjan me të dhënë s'del. Ki dunjan me të dhënë s'del. Andaj kur i kanë pyet disa prej të parëve të muslimanëve, që ka përmendur Muhammed Ghazali edhe Ibn Abi Dunya në Dhammu Dunya, i kanë pyet disa të parëve të muslimanëve, kanë thënë çka ju dallon juve prej mbretëve? Ha? Ka thonë shumë pak. Ka thonë pasuria e mbretit nuk e ban me hongë buk ma shumë se une. Dhe thonë, kur ti kështu e paramenon, ajo mbret, i ka 1 milion, më buka 35 dinara prap. Mirë, a i ka me blejtë dhe thotë, po, ma që tër buk ha, oja, qëfar buk e ha. Mirë, qëfar do buk e që ja? A i ka blejtë bukën 100 euro, ti i ki blejtë 35 dinara. A i ka blejtë 100 euro bukën. Ja ka lëprua ti grunin pi që është dunja e gjem me asi uji matmi, kejtë regull. Sa kabe ki, sa i ha? Sa mundet me hangër? Sa? Do të mu po lopë për me hangër ma shumë se ti. Së mundet me hangër. Ka me hangër, prap një. Nalu. Andaj ka thonë, qatë buk shka e hajnë, ata e hajnë edhe na. Qatë gota uj shka i pina, ata i pina edhe na. Apo? Për këta si jo dhe zë shiko, Zoti ja ka rrit dëshirat njëri jutë, për ja ka nalë mundësien. Ja ka ndalë mundësien. Andaj ti përshimë dhe shef njerëzit. Si rokon për një send vogël, a është i dhënë ajo tjetra për shembull me të madhe. Apo, a keni pa dikush të rok për shembull, mos e këshir që ke cop qillës e jemja, s'ka. Do të thonë, që tu mos shir ka qilla, kjo e jemja, s'ka. Apo, ama njëri për shembull e ka një kert vogël, një baçet vogël, thotë jemja, mos fut ti këtu, kjo është e jemja. Megjithse ajo është shumë më e madhe, edhe shumë më e shtrejtë, ama njëri lidhet për këtë degën e kësajna, sepse lakmia e ka lidh këtu. Andaj duhet besimtarit ta menaxhon instinktin e vet me durim. Se po ndryshe vëllezër njeriu mund t'ja kalon kafshës. Dhe kjo është ajo njëra prej të kërkohet durimi. E teta cila vëllezër është durimi në mbartjen e vështirësive të kësaj bote dhe dhimbjeve, qoftë trupore, qoftë shpirtërore, qoftë të kësaj dunjaje, qoftë të asaj që kërkohet për në ahiret. Si bëhet kjo vëllezër? Kjo bëhet vëllezër duke e ditë se njeriu, edhe përmendëm në fillimin e veprës së durimit, se jeta nuk jetohet pa durim. Çka dush ban? Pa durim s'ka mundsi. Këshire si të cilin që ka arrit diçka në dunja, nëse i thua ati autorit që ka mri miliona,
dunjajës, edhe veç I thu kështu: "Më fal, si e mrinë këta?" Thot sabër. Ka ek baba për këtë punë. Min njëherë fillon me kallëzu se ki ka po sabër. Në rregull jemi. Vete atë që ka mrinë ahiret. Qysh mrinë me vëlla? Valla do ba sabër. E kanë pyet Ibn Abbasin radhiyallahu anhu ardha, kur apo dietar dhe njerëz që kanë lyp 5 minuta të rrit me ta. Ka pas ilmin e madh, Kur'an dhe Sunet pejgamberit alayhi salatu wasalam me kuptimin e saktë të dyja shpalljeve. I kanë thonë: "Çysh ja ke bë këta?" Ka thonë: "Tu bo sabër, e mposhtja nefsin, e ulja nefsin." Apo edhe thonte: "Kur lunin dostat, unë mësoj. Vetë ti një doktor." Kjo është aspekti e xhallokit. Vetë një doktor. Çysh je baba ti doktor? Po thotë këto dostat kur kanë lut top unë kam mësuar. Është sot doktor. E ti shkon, s'ki qare pa ngush ka thoje në milimetër. Pse? Se i ka mësuar ti kur ki lut. Andaj çdo san arrihet me sabër. Edhe xheneti arrihet me sabër. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala bi 90 ajete ka kërkuar dorim, sabër. Nuk jetohet jeta pa sabër, thot Allahu te bareke ve teala: "Le terkebun tabaqan an tabaq." Ju keni me kalu vështirësi pas vështirësie. Andaj tha Imam Kurtubiu: "Pse ka dalë insani në dunja? Nëse se mëshiron Allahu me fut në xhenet, kur azapi sinalet?" Të na e thonë: "Vdiq, ura atu filane." Ku ura atu be? Tu s'ki den ku ka shku. Ajo rahatu për rrethanën tane. Ai hendes ka me paguajt gjëra tjera, po. U pref në paqe. S'ka këtu pref në paqe, se ka blon rahmeti Allahut ka mu prej në azab. Allah në rupi azabit Zotit. Andaj vëzër, njeriu është I lindur në kebed, në vështirësi, në ashpërsi. Apo, andaj për shembull, shiko sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasallam I kanë kallëzuar vetë jeta e vështirë, jeta e rëndë, jeta do sabër, iman, besim në Allahun subhanahu wa taala. Për çfarë arsye? Që të adaptohet me marrjen e jetës që është e vështirë. Apo, andaj Ibn Khalduni rahimahullah kur I ka përmend këto vija që degradojnë, shkojnë për nalë për vjet, ka thonë: "Brezat që edukohen në njomsi bën brezat dopt." Ato njëra për problemeve tash që I kanë shtetet e pasura, shiko këtë paralelën, shtetet e pasura tash një problem e ka, thot une armët I kam, po këto të veçela s'luftojnë më. 100 vet pa luft, 100 vet njomsi, 100 vet hajgare, 100 vet lujtje. Ato shtetet e forta që kanë pas fukarollok, andaj ti çuditë njerëz me gazën. Ku më bëhet ke sabër? Po ju kur keni lujt, keni bëj hajgare, keni njëri këtë azap kanë. Ki gjithmonë pse ka dhënë ndonjë vështirësi e ka. Këti vështirësi ka bën normal. Këtyre të cilët pak më autorbullu ju duket jo normal që s'ka sabër. Andaj ti sheh sot se shumë prej vendeve të perëndimit thonë: "Mi apo diçish me lindjen", se ata çerr njerëz janë. Dhe ti do ta shihsh se Allahu subhanahu wa taala si do t'i rregullon çështjet e veta në tokë. Me çfarë? Me durimin e njerëzve. Andaj kanë thënë arabët e parë: "Nuk fiton ai që ka godet, ai që ka duron." E kanë pas një lojë arabët më herët para islamit. Kanë bogara. Sikur që janë sot sportet e egra, ata I kanë pas disa sporte që kanë bë. Njëra prej sporteve kanë pas e kanë kafshu njëri tjetrit gishtin. Edhe cili e hek gishtin I pari, çaj e humb garën, betejën. Edhe si shembull e kanë lënë. Kanë thonë: "Lojën e gishtave me të kafshume nuk e fiton ai që kaç më shumë, pa ai që duron më shumë." Apo, njëri thotë: "Unë çfarë dham kam, po ama ti të dhim gishti shkon." Andaj është sa e duron, jo sa kafshon. Se ti mundesh me kafshu pak, po durimin e kit shumë. Edhe ai kafshon ti duron, ai kafshon, ai cili e shlon durimin, ai humb luftën. Po këtë arsye çështoj është edhe jeta. Ai cili s'ka durim e humb luftën. Ai çojë, por shembull tham, ai njëri për shembull e sheh librin në faqe, këtu e sheh 800. Michel thotë: "Pse s'ka durim?" Po ndish ishin bokë njerëz dietar. Këtë ishin bokë, po jo, s'është e mundur. Andaj vëzër, vendi I te ku kërkohet durimi, I cili vëzër është vendi I menaxhimit të dhimbjeve, qoftë trupore, qoftë çfarë? Qoftë shpirtërore. Qoftë njeriu vëzër është me dhimbje. Njeriu edhe kur vjen në dunja ka dhimbje. Keni pa fëmia, gjërat e para që duhet më menaxhu mirë është se I jep temperatura, I zbrat temperatura, e duhet më amajt. Për shembull, kur ka fëmijë foshtin në shtëpi, apo nëse duhet për një njerëz normal me majt 23, por atë duhet me majt pak më lart, se ka probleme me dhimbje, krit me dhimbje.
Kitu i ka kalu dikush. Andaj thot Allahu subhanahu wa taala, hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Nana e ka mbajt evladin e vet vështirësi pas vështirësie. Vështirësi pas vështirësie. Pse vështirësi pas vështirësie? Çështë është tabiati i jetës. Dhe pastaj edhe ka përmend dietarët se çështja e sabrit është në çështjen e kohës. Cila është koha? Kjo është ku vendi. Tani e kemi te koha. I tha pejgamberi alayhi salatu wasalam kësaj grujës bën sabër që i kishte vdek evladi. Ajo nuk e pa pejgamberin sa ta largojo. Pastaj tham ja Rasulullah se kam ditë që jeti. Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam durimi është goditjen e parë. Thot Ibn Hajar al-Asqalani në kuptimin e këtij hadithi. Thot kur qëndrueshmëria arrihet në goditjen dhe hygjimin e parë të zemrës prej gjërave të cilat e shqetësojnë atë, thot ky është sabri të cilin mirët se vapi. Pse? Ka thonë nga se më vonë lehtësohen gjërat. Shiko, durimi janë goditjen e parë. Mosane mpinhesh, mosane kalon, mosane bëhet rrafsh. Andaj shpërblimi vini re vëzër. Kjo është, do ta shpjegoj edhe më detaj nga se kohë ka mbaru. Njeriu vëzër i ka dy halle, goditjen e parë të kaderit dhe adaptimin me kaderin. Vini re. Goditja e parë shpërblehet. Adaptimi me kaderin nuk shpërblehesh. Qysh adaptohet njeri me kader? Kur i merret zgjidhja, vdes njeri, edhe na i thonë, për shembull, mos folish çka s'duhet. Thot njeri inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Shpërblehet për ta. Pse shpërblehet? Mirë, kemi dy njerëz, dy vllazë. Edhe ju kanë ndru prindi jetë. Edhe njëri thot inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tjetri janë nistu boskena, i gristeshat, qysh nga dek baba, sonori pa bab, ban skena. Në rregull? Tash kish ka thot inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, shpërblehet. Apo kish ka gristeshat, a qohet baba për kët? Jo. Vinere, thot Ibn Hajar al-Asqalani, në hugjumin e musibetit ka shpërblim. Ma vonë ftofët kjo punë. Ti e gjenë mas një jave, 2 jave, 1 mujve, 1 vjetve, kish ka i ka grist teshat, është njësoj si kish ka thani inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ku dallimi i pari shpërblehet. Thotune kur e mora lajmin, thash inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. A ti ushtrinë për toke. Por këtë arsye vëllezër shpërblimi është me goditjen e parë. Pse ma vonë s'ka shpërblim? Se të mirët zgjidhja. Çka është mirët zgjidhja? Hajt bëz sabër, hajt çish ban sabër. Njëri thot, unë s'muj me duru. Mirë, s'muj me duru. U ka kri njerëz s'qohet. Po thot unë s'muj me duru. Po ti nash duro, nash më duro, do ki ka vdek. A kupton? Kur të t'laje kaderi pas zgjidhje, ti sa dush tu ju në sabërlijam. Jo, ti tash nuk je mos sabërli. Ti je i imponum. Ti je i mart prej zonës së lirë. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, inna mufajaat al-musibati baghtatan laha raw'atun tuza'zi'u al-qalba. Thot, befasit e musibetit për një herë e kanë trishtimin e vet që e dridhin zemrën. Por kur vjen sprova parën herë, ajo e dridh zemrën. Thot, wa tuz'ijuhu bi sadmiha, dhe me të prekmën e parë, apo andaj tham për shembull, përfituroje gjilpana, injekcione kur hin trup. Ai sikletja sa të prekin likur, më sonë lirohet, apo. Ama e keni pa, ai doktori thot prit të adaptoj pak. Është të adaptoj. Çështu vëzër, shembull Allahu të më i lartë. Vin musibetet, andaj për shembull Allahu shpesh ti ndron musibetet. Pse? Se mësohesh ti më me kët. Ta çoni lloj sprove, e ti mosh i mund më pisajna. Ta ndron. Pse? Të të forcojë ka ana tjetër. Sprovat e Zotit janë laraman. Andaj thotë Ibn Khattabi, jemi sprovu me këtë lloj të sprovave. Pse? Se ti ku të vjen me një anë, mësohesh, mësoni të vjen ka ana tjetër, që ti këta se ke prit. Po këtë arsye thotë Ibn Qayyim el-Juzeyy, sabri në goditjen e parë, inkesara hadduha, i zbehet fuqia. Por shembull, ke pa njëri kur marr lajm të madh, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Zbutet. Se ki e pranoj letket. Duroj. Thot, i bëhet i let vazhdimi i durimit në ta. Mu për këtë arsye thot, musibeti i vjen zemrës dhe ajo zemër nuk është e përgadit për ta. Andaj në goditjen e parë e shqetëson. Kjo është për qëllim hadithi pejgamberit alayhi salatu wassalam, kur i ka thonë asaj grujës e cila i ka vdek fëmia,
Innama as-sabru fi as-sadmati al-ula. Janë goditjen e parë është sabri. Se ti e di që ai gjallëjat nuk qohet më pivorrët. Ti mas 2 muajve 3 muajve ki më bë rrafsh, ama në sab se çat goditje ti flet çka s'duhet me fol. Allahu kjo është sa i përket kohës se ne ka përmend dietarët që duhet besimtari me pas durim në ta. Pas e kanë përmend dietarët se si bëhet durimi në goditjen e parë, do të shihim këta në ligjratat e ardhshme. Lutim Allahu subhanahu wa taala që Allah të na furnizon me durim. Na ban Allahu te bareke ve teala që zemrat tona të furnizohen dhe të stolisen me cilësitë të cilat i don Allahu subhanahu wa taala. Elusim Zotin e Madh xhelal xhelal që Allah na mundson që të lexojmë nga libri i Allahut, nga suneti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Zotin e Madh te bareke ve teala që Zoti jon xhelal xhelalu, pasi që jemi në prag të Ramazanit, Allah na mundson që të hijmë në Ramazan, duke qenë me shëndet dhe me iman. Elusim Allahu subhanahu wa taala që Allah muslimanët kudo që janë në përbot Allahu të ndihmon, fuqarat, skamnorët, nevojtarët, bonjakët, jetimat, të vejat, të gjithë Allahu subhanahu wa taala të jap nga rahmeti edhe neve bashkë me ta. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.